Fillimisht, kemi një çështje sa i përket raportimeve të fermerëve për ulje të çmimit të qumshtit në fermë. Ka pas ankesa sidomos muajin e fundit, dhe ne në kuadër të Ministrisë kemi themelu sistemin informativ të tregut. Në baza javore, më shumë se 200 produkte bujqësore do të monitorohen për çmimin dhe sipas rajoneve. Dhe në vazhdim e saj, dhe diskutimet që kemi pas me shoqatën e prodhuesve të qumshtit, me shoqatën e përpunuesve të qumshtit, mua më është thënë që një nga arsyet se pse kjo situatë ka rezultuar është për shkak të presionit të importit. Ky ka qenë pozicioni që kanë pasur përpunuesit e qumshtit. Zakonisht, tendenca është për të ndryshuar përbërjen yndyrore, yndyrna shtazore me yndyrna bimore. Ajo çfarë më herët është nxjerrë nga qumshti për të prodhuar yndyrë shtazore, ka një tendencë që ajo të zëvendësohet me yndyrë bimore, me vaj palme edhe me qumsht pluhur. Ne kemi dashur me verifikuar me doganën se a qëndrojnë këto. Se ajo rënja tek fermerët ka një shpjegim tjetër. Dhe ne besojmë që është kjo. Për shkak siç e shihni, importi i qumshtit pluhur është rrit korespondon me rënien e fuqisë blerëse të fermerëve. Shkojmë te slajdi tjetër. Ajo që është tjetër e rëndësishme është vaji i palmës. Edhe vaji i palmës është rritur ndjeshëm. Por ajo që është e rëndësishme për industrinë e qumshtit, sektorin e qumshtit, është kjo pjesa e fraksion vaji i palmës, fraksionet jo solide, se këto përdoren tek industria e përpunimit të qumshtit, dhe siç e shihni, është rritur ndjeshëm. Ne kemi ndërmarrë kontrollën e kufi edhe kontrollën e tregut të brendshëm. Në kuadër të vendimit që unë kam marrë si ministër i bujqësisë, në datën 28/04/2026, sa ndemi janë realizuar, janë marrë 118 mostra në kufi nga Inspektorati Veterinar i AUV-it. Janë marrë po ashtu dhe 52 mostra në tregun vendor. Janë realizuar analiza laboratorike dhe mikrobiologjike në laboratorin e ushqimit dhe veterinarisë dhe janë kryer super analiza shtesë në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Veç një më përësh. A mund të ktheni slajdin tjetër. Nga kontrollet e javës së parë, janë identifikuar raste të mos përputhjes në import, për cilat janë ndërmarrë masa administrative dhe janë mbajtur përkohësisht këto ngarkesa në kufi dhe pas përfundimit të superanalizës një pjesë janë liruar, kurse pjesa tjetër janë kthyer mbrapsht. Kjo për shkak se nuk ka pas përputhje me standardet dhe ligjet në fuqi. Ajo çfarë unë dëshiroj të theksoj është që qëllimi jonë i këtyre masave është ndërtimi i një sistemi të sigurt për ushqimin e qytetarëve të sot. Pra siguria e ushqimit është qëllimi madhor. E dyta, ne kemi edhe rregulla sa i përket mbrojtjes së konsumatorët.